Gjesti i papritur, Ben Affleck i dhuron Jennifer Lopez pronën e përbashkët. Ben Affleck i ka dhuruar ish bashkëshortes së tij Jennifer Lopez pjesën e tij në rezidencën e përbashkët me vlerë $60 milion. Ish çifti ka ndryshuar marrëveshjen në ndarje së pasurisë dhe ka ndodhur një transferim prone midis bashkëshortëve sipas medias TMZ. Megjithse detajet nuk janë bërë publike, burimet pranë medias kanë bërë të ditur se Affleck i ka dhuruar Lopezit pjesën e tij pas një pagesë. Rezidenca në Beverly Hills, Kaliforni, u ble nga dyshja në qershor 2023 për rreth $60.85 milion, ndërsa ata ishin ende të martuar. Prona gjigande prej rreth 38.000 metra katror përfshin 12 dhoma gjumi, 24 banjo dhe një fush basketbolli. Fillimisht ajo ishte menduar si shtëpia e tyre familjare, por vetëm një vit më vonë çifti e nxori në shitje mes thashethemeve për probleme në marrëdhënie. Jennifer Lopez paraqiti kërkesë për divorc 2 muaj më vonë. Affleck dhe Lopez finalizuan divorcin në janar 2025, ndërsa pasuria mbeti në proces shitje për një periudhë kohe. Së fundmi Lopez ka deklaruar se ndihet e lirë dhe në një periudhë të re të jetës së saj, duke thënë se për herë të parë ndihet e pavarur dhe e lumtur pas ndarjes. Jennifer Lopez është një nga figurat më të njohura të showbizit amerikan, e cila përveç karrierës së suksesshme në muzikë dhe film, ka qenë shpesh në qendër vëmendjes edhe për jetën e saj personale. Ajo ka qenë martuar 3 herë dhe ka pasur disa marrëdhënie të njohura me figura të njohura të showbizit.